Përshëndetje edhe mirë se vini në një video të radhës. Në këtë ligjërat do të mësojmë për page builderin elementar. Pasi i kritën disa prej thimsave dhe gjërave tjera që i patëm paraprakisht, tash do nisim pjesën më të rëndësishme sa i përket ndërtimit të websiteve, e që është page builderi më i madh në ekosistemin e WordPressit, e që quhet Elementor. Tash në këtë ligjërat do flasim për Elementorin, çka është, ndryshimi i fundit që ka ndodhur në Elementor, si instalohet, detaje tjera, edhe pastaj do nisim direkt me punë. Për ta gjetë Elementorin e kena në domenin elementor.com, edhe kjo është faqja kryesore e Elementorit. Tash gati një muaj, Elementori pati një ndryshim të madh që bëni një update, ku e ndryshoi komplet strategjinë dhe vizionin e saj, që normal është bërë dhe më e fuqishme se sa ka qenë. Dizajni është ky këtu, si që shikoni, këtu dhe më thënë mund t'i eksploroni pjesët e Elementorit. Deri tash janë ndërtu 21 milion website me Elementor, që i bjen gati 13% e websiteve globalisht. E këtu e kena pjesën e detajeve Elementorit, se çfarë dhe si është. Elementori nuk ka vetëm një produkt, mirë po ka më shumë produkte të veta, e që njëra prej tyre është edhe vetë page builderi që quhet Elementor, mirë po jashtë kësaj i ka edhe disa produkte tjera që prej tyre janë, këtu ku mund t'i shikojmë, janë edhe thimi që quhet Hello Elementor, është pjesa e AI, ku Elementori ka vendosur një tool që quhet AI, e, e që ati mund të shkruash edhe të nxjerrësh content dhe të bësh gjëra tjera. Pastaj e ka një tool tjetër që quhet Optimize Images, është një plugin ku bën optimizimin e fotografive, duke i konvertu edhe me një bo kompres pjesën e filit. Pastaj i kena disa tools tjerë, e që është pjesa pastaj e hostingut, edhe pjesa e menaxhimit të websiteve, që këtu dhe më thënë të e kanë si opcion. Kjo është edhe pjesa e hostimit, ku vetë Elementori ofron server për hostime. Ajo që ishte e fundit, prej updatesave të Elementorit, ishte pjesa e çmimeve, ku më përpara ka pas një lloj tjetër të çmimeve, e tash Elementori e bëni një ndryshim që i bëri, e ka quajtur Elementor One, e që i ka vendos të gjitha produktet që i ka pas ndaras, tash i ka vendos me një vend që quhet All in One, Elementor One, e që këtu me një çmim që e blen, i ke të gjitha produktet brenda saj. Këto dhe me thënë janë çmimet që këtu i kena mundësi me i përzgjedh, edhe kjo është opcioni për një website, 3 website, edhe pastaj pjesa është bazë të kredicave, edhe kjo është normal nëse ke agjenci edhe ke më shumë website, edhe ke këto opcionin unlimited sites, që normal kjo është për ato agjencija që zakonisht kanë shumë më shumë klienta edhe oferta për faqe. Kjo është pjesa e çmimeve, mirë po përsëri ende ekziston opcioni free, dhe ende ekziston opcioni free, e që në të ardhmen, dhe më thënë, nuk i dihet se si do e menaxhon Elementori të pjesën e free opcionit, a do jetë ende i free apo jo. E tash kjo është në alfa version, update i fundit, e që së shpejti do jetë në stable, e që komplet ndryshimi i updateve të fundit që kanë ndodhur do jenë dhe më thënë gati për live. Kjo është pjesa e roadmap,
ku këtu mund të shikojmë ndryshimet e fundit, sa i përket elementarit, edhe të rejat e fundit, edhe këtu mund të lexojmë blogjet, edhe çfarë ka të reja, edhe çfarë dhe si përdoret versioni i fundit. Tu mund të eksploroni të gjitha pjesët sa i përket elementarit. Gjithashtu elementari ka edhe YouTube kanalin e vet, e ka edhe kanalin e vet, është elementari këtu, e që tu mund t'jini edhe të shikoni video pjesë se si mund përdoret elementari, edhe gjithashtu edhe këtë pjesën e uh, hyrjes së Elementar One, e që ishte ndryshimi më i madh deri më tani sa i përket elementarit, si në aspekt të versionit 4, që quhet V4, si në aspekt të ndryshimit të strategjisë së çmimit edhe produkteve që i kanë në një vend tash për tash. Jashtë kësaj, tash dhe më thënë paka shumë një hyrje që patëm sa i përket elementarit, tash dhe më thënë do fillojmë edhe të shkrim të instalojmë elementarin në website-in tonë. Për ta instalu elementarin, shkrim tek një WordPress instalim që e bëjmë, për shembull kena tash instalimin e WordPress-it, jena tek dashboardi, të zakonisht i largojmë me tik të lartë që ta kena pjesën e parë me më të pastër dhe më të qartë. Për ta instalu elementarin, e shkrim tek plugins, shkrim add plugin, moment kur e kena pjesën e tabit popular, automatikisht elementari do dale e para këtu në pjesë të popular, nëse jo, e shkruajmë dhe më thënë direkt këtu elementar. E klikojmë butonin install now, deri me tani dhe më thënë i ka mbi 10 milion instalime aktiv, i ka 7100 reviewsa, edhe bëhet update se cilën çdo ditë 3 ditë, edhe është gjithmonë up to date. Tash e bëjmë aktiv, pasi e bëjmë aktiv hapet kjo setupi këtu, e që ne mund fillim të bëjmë setup elementarin duke kriju edhe account në website-in e tyre, mirë po ne e shkrim të X-i edhe dalim prej këtu, se s'është e patjetërsueshme, edhe kthehena tek pjesa e parë me këtu, mbasi instalim elementarin shfaqet, do të thënë automatikisht në këtë pjesë elementari e që vazhdon, do të thënë tash elementari te kjo pjesë. E këtu i ka disa opsione tash, kjo është do të thënë pjesa nëse dëshirojmë ta shikojmë se si duket elementari me strategjinë e re që ka nis, edhe këtu më thënë mund ta kesh butonin me i shiku të rejat e fundit, e sa i përket në më thënë website-it, e tash me këtë stil të ri është diçka që është shumë e re për ata që ndoshta kanë punu para prakish me elementarin, edhe tash e di këtë pjesë, tash është diçka komplet e re sa i përket kësaj pjese. Ne i shkrim tash e instalojmë edhe thimin që quhet Hello Elementar, që ta bashkojmë elementarin me këtë pjesë, shkrim tek themes, tek popular, e kena këtu butonin, e, e kena thimin Hello Elementar, që është vetë thimi i kompanisë Elementar, e bëjmë instalimin, e bëjmë aktiv, edhe tash dhe më thënë do punim tek kjo pjesë që me pas më të lehtë pjesën e thimit. Tash nëse shkojmë tek ta shikojmë website-in, website-i është pastër, nuk ka gjë, ja pra domethënë është komplet pastër, edhe shkojmë përsëri tek elementari, shkojmë tek editor, shkojmë tek settings, tash tek pjesa e settings i kena disa cilësime, paka shumë që duhet me i ditë, jo të gjitha, mirë po një pjesë të tyre është mirë që ta dim, e tek general e kena opcionin ku dëshirim ta përdorim elementarin, tek postimet, tek page-at, apo tek njëra prej tyre, ne i zgjedhim të dyja, edhe kena pjesën e disable default colors, nëse dëshirim të ndalim kolorat by default që vinë prej elementari, mirë po ne i lejmë kështu siç është,
E kena integration, kjo është me e bë Google Mapin API integration direkt me Elementor. Kjo është advanced, pjesa advanced e kena opcionin këtu me i pa disa cilësime, disa prej tyre dhe më thënë i lejmë kështu si janë. Pjesa tjetër është nëse dëshirim për shembull Google Fonts i bëjmë disable, mos i përdorim ose enable të kena në i lejmë dhe më thënë kështu si janë. Kena pjesën e performance, edhe këtë e lejmë kështu si janë, edhe këtë është shumë e rëndësishme. Kjo element kashe, dhe më thënë të regon se për sa ditë kasheja që ruhet, që të fshihet që mos ngarkohet serveri. Unë zakonisht lej 3 ditë, se cilën 3 ditë dhe me thënë të fshihet, mirë po, mund të alesh edhe se cilën një ditë, unë lej se cilën 3 ditë, edhe pastaj e fshin kashen që, dhe me thënë në elementori mos ketë garkesa, edhe e kena features, tek features e kena opcionin të gjitha uh, veçoritë e fundit, ose të reja e fundit, updatet e fundit, dalin tek kjo pjesë tu, e që tu i tregojnë dhe me thënë kategoritë, se këto feature a janë në stable features, që të regojnë stable janë në verzionin që është stabile që ne mund të përdorim edhe në website live, apo janë në beta verzion. Tash këto për shembull e kena në features, është inline font icons, është në kategorinë për performance, pastaj kena këtë, i kena kontajnerat janë pjesa më e rëndësishme që ne do punojmë që këtë dhe e shikojmë pasi do nisim direkt me implementim. Kontajnerat gjithmonë i lejmë aktiv, edhe pse by default janë aktiv, mirë po ne shkruajmë e klikojmë edhe prej to aktiv. Kjo është për pjesën e performancës, e lejmë kështu siç është, headeri dhe footeri, kjo është me kriju header dhe footer direkt për në elementor, e lejmë aktiv, edhe këtë nested në elements e lejmë aktiv, edhe bëjmë save changes. Pasi e bëjmë save changes, dhe më thënë këtu i bëm pjesën e stable features, edhe pastaj kena pjesën e verzionit 4, që është verzioni i fundit, e që është një prej verzioneve më të mira që ka ardhur deri më tash elementori, e që ka shumë gjëra të avancume, edhe për ato që e din programimin, e që me shtu gjëra ekstra në website. Kjo është në versionin beta, që ende do më thënë të regon se nuk është stabile për me e vendos live në website-et e klienteve. Andaj së shpejti edhe kjo do jetë në stable, e që pastaj do kena opcion do më thënë me e përdor live edhe këtë pjesë. Andaj shqip të është tek tools, tek pjesa tools e kena pjesën e Elementor Cache, edhe këto dhe më thënë në herë ndoshta mund vjen puna që në herë blokohet website-i të punu në prapa vi, e që kjo ndodhë zakonisht prej caches kur mblidhen shumë fajla, edhe këto mund të bëjmë clear files and data, edhe këto opcione të tjera i në lejmë kështu si janë, replace URL, çka është kjo? Kjo është, do të thënë, në moment kur ne dëshirojmë që një website të vjetër me një domain të vjetër ta bëjmë, domethënë replace në një website të ri të WordPress-it, e që kjo e bën domethënë si redirect ose si transfer e URL-in e vjetër tek URL-i i ri, edhe e bën instalimin edhe e bën update të gjithë elementorin ose të gjithë të dhënat elementorit që kanë qenë paraprakisht në një website tjetër. E pas e kena version kontrolën, e kena dhe më thënë pjesën e verzionit fundit, cila është verzioni fundit, ndodhë dhe njerë për shembull nëse elementori ka qenë në verzionin të quajmë 3.29, edhe kena bëhet dhe më thënë update në 3.34, edhe na u prish website-i pasi kena bë update, sepse kjo është e mundshme që pasi bën update-a të prishën gjërat, edhe ti nuk din se çfarë të bësh, automatikisht vjen tek pjesa e rollback version, edhe shkon e klikon këtë pjesë edhe e bën reinstall versionin 3.29 edhe kthehesh tek versioni vjetër që të kthehet e website-i në gjendjen e mëparshme, edhe pas ta shikojsh problemet edhe se si mund t'i zgjedhish. Kjo është domethënë për save, nëse ndodh më herë që të prishet website, kthen vjen edhe e kthen domethënë versionin
para prak që ka qenë pasi e ke bë update. Maintenance mode është pjesa në moment nëse je tu punu në website tek domeni live edhe nuk e qef që userat ose ato ta shikojnë të çfarë je duke punu, këtë e len maintenance mode e len enable edhe kjo del një pamje aty se website për momentin është në proces të punimit, së shpejti ne do kthehemi ose është pjesa e under construction ose maintenance mode e që thot uh, jena në përpunim të website-it për pak kohë do rikthehemi. Edhe këtu e kena pjesën e website templates që kena mundësi me i bo export template tonë në zip file edhe me i bo import përsëri në zip file në të njëjtën uh, instalim që është edhe Elementori. Pastaj kena opcionin e role manager, të kena pjesën e roleve që nëse ndodh të armën jena të punu me një website, 2, 3, 4, 5 më shumë persona, edhe këtu do me thënë mund t'i zgjedhim edhe privilegjet e roleve që kush dhe çfarë është, nëse dëshirojmë për shembull dikush që punon në elementore ose tek website-i e që nëse ka gjëra që janë delikate, mund dhe me thënë këtu t'i privilegjojmë rolet, ku dikujt mund t'japim rolin vetëm që jetë kontributor e që nuk ka akses në gjëra tjera, dikush autor e dikush editor që i ka full akses, dikush subscriber abonues vetëm edhe që nuk ka asnjë akses. Submissions është pjesa në Elementor Pro, që kjo është pjesa e formave, që ne mund t'i pranim format këtu direkt edhe me i pa, dhe me thënë, licat ose, ose e-mailat edhe t'i shikojmë se si kanë funksionu. Pastaj kena pjesën e opcionit të template-ave, kjo është team builderi, është edhe kjo pjesë e Elementor Pro-jës. Pastaj kena pjesën e fonts, kjo është fontat edhe ikonat që janë përsërit tek Elementor Pro-ja, edhe ajo që do të thënë do të shkrim është edhe sistem info, me i pa dhe në informatat e sistemit të Elementorit që cilën verzion e kena, cilën sistem operativ e përdorim, e sa kena PHP memory limit, edhe tjera tjera verzionin, e-mailat, edhe çfarë detaje tjera ka, pastaj kena element manager, është dhe me thënë menaxhimi i të gjitha elementeve që i ka, ose blogjeve që i ka Elementori si, si pjesë të ndërtimit. E këtu kena opcion dhe me thënë me i po enable ose disable, edhe me i pa dhe me thënë se kush janë widgets të WordPress edhe kush janë të Elementorit, edhe pastaj kena Elementor Pro Elements, të janë elementet e Elementorit që janë në Pro verzionin, që normal ka shumë gjëra që në free janë të limitume, do një vetëm këto, mirë po edhe me këto që janë free ne mund të ndërtojmë website-et e mira, të thjeshta edhe profesionale. Edhe kena butonin fund connect account, me bë connect accountin direkt në website, edhe më u lidh direkt në website. Kjo është e paka shumë një pjesë fillimit për disa cilësime që duhet me i pas parasysh sa i përket elementorit e që janë në pjesën e prapavis mbrapa e që duhet me i shiku. Edhe këtu e kena pjesën e quick start edhe me fillu direkt me customize, me i bo customize website-in, logon, global colors, global fonts, edhe gjëra tjera, mirë pa këto do i bëjmë pasi do im, dhe me thënë pasi do im në Elementor direkt, edhe aty do me thonë do gjejmë edhe opcione të tjera. Andaj për shkuta shtu tek Elementori, edhe shkrim edhe fillim hapin e parë, e që këtu mund të kryem një page, edhe që do e quajmë dhe me thonë, të vendosim një emër page-it, edhe dhe vendosim të shumë page-in, emrin homepage. Edhe këtë e kena opcionin të lartë me dhe bo edit with Elementor, edhe tash fillot, me thënë të bëhet editimi me Elementor edhe të hapët page builderi brenda se si duket tash Elementor. Këtë e bëjmë skip, edhe kjo është pamja e parë
sa i përket pjesës së elementarit, pasi hym në një faqe që ta bëjmë edit. Andaj unë këta tash do i shpjegoj të pjesët lartë kush çfarë është para se me fillu me hi me punë që mi ditë edhe këto lartë kush për çfarë është. Si fillim e kena lart anën e majt, më lart e kena këto logon, elementarit pasi e klikojmë e kena butonin site settings. Çfarë ka atë site settings? Në moment kur e klikojmë site settings, hapet një sistem edhe një panel ku këtu kena mundësi domethënë me i zgjedh global colors, ngjyra dhe globale, që për momentin janë këto, e këto gjithmonë vinë by default prej elementarit. Në moment që e instalon elementarit, këto ngjyra vinë vet automatikisht. Andaj ne tash kena mundësi që këto ngjyra me i ndryshu. Edhe këto e kena opsionin me i ndryshu direkt prej këtu, edhe kena opsionin që me i ndryshu direkt prej këtu. Kudo si të ndryshojmë, në kena opsion domethënë me i ndryshu. Unë për shembull dëshiroj që primary color, ngjyra kryesore, të jetë për shembull një ngjyrë tjetër që do e zgjedh për shembull këtë këtu. Kjo këtu domethënë dëshiroj që jetë ngjyra kryesore, sekondari për shembull dëshiroj të jetë kjo këtu, tekst dëshiroj të jetë komplet të zezë, edhe aksentin në qendrona kjo siç është, a mund të ndryshim emrat të këtyre, po mund të ndryshim. Për shembull tek kjo pjesë mund të primary mund ta vendim për shembull një emër tjetër, edhe që mund ta shkruajmë domethënë këtu ngjyra kryesore. Okej, edhe për shembull këtu mund ta shkruajmë tek sekondari, mund ta shkruajmë për shembull ngjyra për çfarë mund të jetë. Për shembull mund të jetë ngjyra për butonat, për shembull ose ngjyra për background, ose për shembull mund ta bësh BG. Tekstin e kena tekst, edhe akcentin për shembull mund ta bëjmë hover për prapavijat. Okej, ja pra do të tash u ndryshu të emrat e këtyre. Edhe e bëjmë domethënë save changes. A mund të shim më shumë ngjyra se kaç, po mund të shim sa duam. E kena opsionin këtu add the color, edhe këtu mund ta vendosim emrin, për shembull me butonat, ngjyrat vetëm për butona. Edhe tash ti e di se këto ngjyra, për shembull butonat dëshirojmë t'i lejmë me ngjyrë çfarë t'i japim, për shembull me ngjyrë të gjelbërt, diku të mbyllur, edhe pse kena një ngjyrë të gjelbërt, për shembull diçka me kuqe. Edhe shumë që kjo ngjyrë domethënë të jetë vetëm special për butona. Dhe tash unë nuk rri për shembull gjithmonë ta vendos të gjithë, mirë po e di se kjo ngjyrë me këtë emër janë për butona dhe unë nuk lodhem pastaj vendos gjithmonë çë ngjyrë, mirë po vetëm e thirr këtë ngjyrë, edhe ta bëjmë save changes, back to editor, kthehena mbrapa, pastaj kena përsëri kthehena tek site settings, shumë tek global fonts, dhe këtu mund të ndryshim domethënë fontet globale. Shkronja e fontet janë domethënë tekstet, mënyra se si duken, edhe cilat fonte tipografisë dëshirojmë t'i zgjedhim. Tek primary i kena këto fonte, që e para quhet roboto, të kena disa fonte që vetë janë të elementarit, edhe mund t'i zgjedhim domethënë cilën dëshirojmë ne. Unë prej fonteve të mia që më pëlqen shumë për shembull është fonti Inter, edhe këtu për shembull ta vendosim font me emër Inter që ta dim se si quhet. Pastaj tek e dyta mund të vendosim për shembull fontin quhet Montserrat, për shembull Montserrat, edhe këtë tekst ja vendojmë vetëm për shembull për tekst ose për title. Me kështu me radhë, a mund të shtojmë më shumë fonte? Po. Tu mund të shtojmë sa duam fonte, edhe bëjmë save changes, edhe të kena back to editor. Kjo është domethënë kjo pjesa shumë e rëndësishme, që mi ditë domethënë global colors edhe global fonts, e që zakonisht edhe këto janë free në fillim domethënë tek website. Pastaj kena theme builder, kjo është pjesë tek pro versioni, pastaj kena user preference, tek user preference e kena opsionin këtu me zgjedh këtë layoutin e ngjyrave këtu tek ne që jena të punu, dark mode, do të thënë me ngjyrë të zezë komplet, ose light mode,
ne e lejmë domethënë më të bardhë, edhe pastaj ju mund ta zgjedhni domethënë si cilën dëshironi vetë. Pastaj kena pjesën e këtij paneli këtu anën e majt, sa dëshironi të jetë e madhe, shumë duket kështu. Mirë po ne i lejmë 300 ashtu siç ishte. Edhe këto gjëra të tjera domethënë i lejmë kështu siç janë. Kjo zakonisht është më shumë domethënë me pjesën e ngjyrës a dihet dark ose light mode. Pastaj kena pjesën e keyboard shortcuts, të janë domethënë shortcutet e keyboardit, tastaturës që ne zakonisht mund t'i i mësojmë të përmendsh që me pas një produktivitet ose një shpejtësi më të lartë gjatë punimit të tonë. Edhe këtu kena disa prej tyre që janë domethënë për CTRL Z është për tu kthy mbrapa, CTRL C është për copy, domethënë për paste, delete, duplicate, kena CTRL D nëse dëshirojmë të bëjmë duplicate diçka, nëse dëshirojmë të bëjmë save diçka kena CTRL S, nëse dëshirojmë të kërkojmë diçka kena pjesën CTRL F, CTRL E dhe gjëra dhe këto domethënë qerat me radhë që i kena. Për shembull do e provoj CTRL E edhe ja pra kush fati kjo Finder dhe për shembull dëshiroj të kërkoj diçka dhe ja këtu më shfaqet se për çfarë jam të kërku dhe ti më njerë mund të eksplorosh aty ku je. Edhe kena pjesën e Help Center, kjo është më kërku ndihmë direkt tek website-i, këtu, pastaj kena opsionin Connect My Account, edhe Exit to WordPress, do të thënë me dal prej këtu e me shku tek WordPress-i. Pastaj kena butonin plus, add element, gjithmonë domethënë për të shtuar një element, do të shkojmë tek plusi, add elementet, të gjitha këto që i shikoni këtu që janë elemente ose bloka që janë pjesë e ndërtimit të website-it, e që disa janë pro, disa janë free, ne do punojmë me këto që i kena këtu që kena free, pastaj kena këto page settings, kjo është cilësimet ose settingsat për vetëm për këtë page, që e kena titullu home, e këto janë domethënë cilësimet vetëm për këtë page, këtu e kena në fillim title që mund ta ndryshojmë ne. Title mund ta vendosim një emër tjetër përveç home-it. Në këtu mund të shtonim domethënë një emër tjetër, çfarë emri dëshirojmë ne. Që mund ta shënojmë about ose çfarë dëshirojmë. Ne po e lejmë home. Pastaj kena statusin, se si është uh, a është live, a është privat, a është published. Kena featured image, është pamja se si duket ajo ai image që e shpjegum tek pjesa e blogjeve. Edhe kena pjesën e i lejojmë komentet apo mos i lejojmë. Edhe kena pjesën high title, me largu këtë titullin këtu, edhe ne do largëm që mos na pengone. Ja, pra ku largum. Edhe të logo qesin dhe më thënë në bazë të headerit dhe footerit. Më thënë të janë headeri dhe footeri që zakonisht vinë vetë prej elementorit. Edhe pastaj kena pjesën e style, e body style e kena pjesën se si dëshirojmë të jetë stilizimi i komplet i hapësirës së bardhë, të ku do punojmë. Mund për shembull komplet hapësirës që ja bëjmë, t'ja vendosim një color për shembull kështu të duket, mirë po jo. Ne domethënë e lejmë të bardhë, edhe tek Advanced CSS e kena në Pro version. Pastaj kena butonin e radhës, kjo është histori. Tek butoni i radhës e kena pjesën e historisë edhe hap çfarë kena punu, do me thënë procesin e punës. Kjo do me thënë i tregon aksionet dhe fundit që kena ndërmarrë gjatë procesit që janë duke punu. Për shembull, këto tregon që uh, aksioni i fundit është që e zgjodhëm kolorin e kësaj, pastaj aksionet paraprak ishin që i pam të global colors, page background typing dhe gjëra tjera. Edhe kena pjesën e reversions, që kanë reversions janë domethënë pjesë që nëse ti je të punu diçka, edhe ndodh që e ke fshi gabimisht apo e ke bë save, edhe ke gabu ose ke bë një punë që ta ka kërku klienti, mirë po ti ke punu, ke harru ta bëjsh save, ke dal, të fshi puna, e kjo dhe më thënë është këtë mund të gjesh tek pjesa e reversions, e këtu dhe më thënë të ruhen pjesët e, e bëra që jetu ke punu, e këto dhe më thënë ishin aty tek elementor kashe, që e pa në fillim, e që unë që thash e lej nga 3 ditë, zakonisht kjo i ruan dhe më thënë të gjitha pjesët e ndërmarra që i ke bua para prakisht,
e që nëse i fshin ato, pastaj to nuk mund t'i gjesh brapa më. Andaj dhe më thënë, një ose dy ose tre ditë, gjithmonë do t'i lejmë këto, kashen, që nëse normal ndodhë dhe njerë pa dashur të bëjmë një gabim, këtu dhe më thënë mund të kthehen ati t'i gjejmë. Pastaj kena këto lart emrin e butonit, emrin e faqës, edhe kena tre butona, që është butoni desktop, se si duket pjesa për desktop ku punojmë, butonin tablet, se si duket pjesa për tablet, edhe opcioni për mobile, pasi do të thënë do punojmë edhe në këto lloj pjesa të shikojmë responsivitetin për mobile, për tablet edhe për desktop. Kjo do të thënë opsioni se si duket një website kur punojmë në mobile, në tablet, edhe në desktop. Pastaj kena pjesën e checklist. Kjo është një checklist që e ka vendosur vetë Elementori që si bëhet rëndësia e një website për të qenë më produktiv gjatë fillimit të procesit. Mirë, po kjo nuk është e paqërësueshme. E kena pastaj pjesën e What's New, këtu mund të shkrim të rejat e fundit që i ka Elementori, që nëse dëshirojmë të dimë prej këtu. E kena pjesën e Finder, që e pa parës me CTRL-E, edhe këtu mund ta gjejmë për të shkruajt edhe për të kërkuar diçka shpejt e shpejt. Pastaj kena pjesën e Structure. Structure është kjo ana e gjatë këtu si shfaqet, tash e largova unë, tash hapet. Në tek pjesa e Structure do të i shikojmë të gjitha elementet se si rënditen edhe si strukturohen, që ne në bazë këtyre dhe më thënë do gjindemi se ku jemi për momentin. Edhe kena pjesën e preview changes, tek preview changes dhe më thënë janë është opcioni ku ne mund të shikojmë dhe më thënë live ndryshimet tona për momentin se çfarë janë aty ku e punu, ja pra dhe më thënë. Edhe kena pjesën e opcionit publish, butoni publish, kur e klikojmë butonin publish, më thënë ruan të dhënat edhe bën save edhe dalin live në website. Pastaj kena një buton që dhe më thënë kena një opcion që këtë page që kena punu mund të arrujmë si template edhe ta vendosim pastaj në website-in tonë, edhe kena view page, dhe më thënë me pa se si duket page jonë, dhe më thënë live në domain. Ja, pa. Edhe kjo dhe më thënë ishte paka shumë sa i përket tyre cilësimeve anën lartë të Elementorit ose tek page editori që bëhet me Elementor. Andaj tash pjesët tjera dhe më thënë do ju bëhen shumë atë qarta pasi do nisim dhe më thënë me proces. E ta pjesët tjera dhe më thënë do i spjegojmë në ligjëratën e ardhshme, e që dhe më thënë nuk do lejmë gjë pa mos cek edhe pa mos e spjegu. Andaj si fillim dhe shna ju duket pak e rëndë ose pak e çuditshme, mirë po besoni që çdo gjë do ju qartësohet në moment kur do nisim të implementojmë edhe të punojmë së bashku, do i spjegim të gjitha këto me radhë. Andaj si detyrë është shtëpije e keni normal me instalu Elementorin, me instalu thimin Hello Elementor, edhe me i bë këto që i bëra unë, edhe me i pa ka shumë i prek edhe ju vetë që të familiarizoni me Elementorin, edhe në ligjëratën e ardhshme do fillim dhe më thënë me elementet edhe duke fillu e duke punu e me kriju një webfaqe tash prej zero me Elementor. Ndaj nëse keni pyetje ose paqartësi, lirisht mund të shënoni në grupin në WhatsApp.